kronikën tonë informative. Izraeli dhe Hamasi janë dakord për fazën e parë të planit të paqes të Donald Trump. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kanë arritur marrëveshjen fillestare të planit të tij të paqes, që parashikon ndalimin e luftimeve dhe lirimin e një pjese të pengjeve dhe të burgosurve. Së shpejti, të gjithë pengjet do të lirohen dhe Izraeli do të rriqë trupat drejt një vije të rënë dakord, si hapi i parë drejt një paqe të fortë të qëndrueshme, shkroi Trump. Bisedimet që po zhvillohen në Sharm el Sheikh të Egjiptit, me pjesëmarrjen e dërguarit të Trumpit Steve Witkoff, dhëndrit të tij Jared Kushner dhe kryeministrit Katarit Sheikut Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dhe këshilltarit të lartë të Netanyahut Ron Dermer, marrëveshja është konfirmuar nga Izraeli, Hamasi dhe Katari. Ndërmjetës ky në proces ende nuk dihet nëse është arritur progres mbi çështjet e ndjeshme si demilitarizimi i Hamasit apo amnistimi i Gazës pas luftës. Netanyahu tha me ndihmën e Zotit do t'i sillim të gjithë në shtëpi. Sot pritet një vendimi Senetit për këtë dhe nesër pritet që të kthehen pengjet. Lufta nisi më 7 tetor 2023 kur Hamasi sulmoi Izraelin, duke vrarë 1200 njerëz, shumica civil. Kundër ofensiva izraelite ka shkaktuar 10 mijëra viktima palestineze dhe ka shkatruar pjesën më të madhe të Gazës. Trump deklaroi se mund të vizitojë lindjen e mesme brenda pak ditësh për të forcuar negociatat që sipas tij po ecin shumë mirë. Sekretari i Shtetit Marco Rubio kaloi një shënim gjatë një takimi në shtëpinë e bardhë ku thuaj: "Duhet ta shpallësh marrëveshjen në Truth Social i pari." Sipas planit të paqes së Trumpit, do të ketë një armë pushim të menjëhershëm dhe lirimi i 48 pengjeve të mbetura. Hamasi pritet të demilitarizohet, trupat izraelite të tërhiqen dhe Gaza të vendoset në një forcë ndërkombëtare sigurie nën administrim të përkohshëm ndërkombëtar, të mbikëqyrë nga Trump dhe ish kryeministri britanik Tony Blair. Presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi cilësoi vizitimet shumë kurajuese. Zyra e Netanyahu deklaroi se Izraeli është me optimizëm të kujdesshëm, ndërsa Hamasi kërkoi garanci që Izraeli mos rifillojë luftimet pas lirimit të pengjeve. Në marrëveshjen e mëparshme të janarit, një armpushim përkohës soti lirimin e disa pengjeve izraelit në këmbin të burgosurve palestinez, por luftimet rifilluan në mars. Kësaj herë ndërmjetësit egjiptian dhe katariot po kërkojnë një zgjidhje përfundimtare që përfshin rindërtimin e Gazës dhe garanci të ndërsjella për paqe. Në terren popullsia palestineze është vendosur po jeton në kampet improvizuara përgjatë bregdetit të Gazës me shkatrimit total dhe mungesës së ujit e ushqimit. Ne jemi në tokën tonë dhe lumturia më e madhe. Marrëveshja nëse finalizohet, do të shënojë fundin e luftës 2 vjeçare më të përgjakshme në historinë moderne të lindjes së mesme.